Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e enjtë dhe jemi në javën e 11 gjatë vitit liturgjik, psalmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hy më eja nën tim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Hyj i fuqisë së madhe, qenjet lindur nga ujrat, pjesërisht i ktheve në vorbull, pjesërisht në ajërin zore. Nuj duke lënë të zhyturat, në qiell duke vendosur të nxjerrat, që të dalan nga një trung, të mbushin vende të ndryshme. Dhuroju të gjithë skllëfërve që i pastron vala e gjakut, të mos dinë gabime krimesh, të mos mbajnë mërzi vdekjeje. Që askën të mos mposht faji, askën të mos prish vetëmburja, të mos bjerë mendja e qartur, e të mos e rrëzoj mendja e madhe. Bëj o atë të risheti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues për gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Tek dera e shtëpisate o Zot, shërbëtorët e tu brohorasin me galdim. Psalmi 132, pjesa e parë, premtime që Zoti i bëri Davidit. Të bjerë në mend o Zot Davidi e gjithë mirësia e tij, si iu përbetua Zotit, si iu kushtua të pushtetshmit të Jakobit. Nuk do të hynë në pullazin e banesës sime, nuk do të bie në shtrojën e shtratit tim, nuk do t'u jap gjumë syve të mi, s'do t'i lë të kotën që pallat e mia. Pa e pas gjetur një vend për Zotin, një banesë për të pushtetshmin e Jakobit. Ja, dëgjuam se është në Efrat, e kemi gjetur në fushat e Jarit. Le të hymë në tendën e tij, të adhurojmë të shtroja e këmbëve të tij. Ngrihu o Zot, eja në vendin e pushimit tënd, ti dhe arka e pushtetit tënd. Priftërinë e tu le të vishen me drejtësi, shenjtrit e tu le të brohorasin me galdim. Për dashuritë të shërbëtorit tënd Davidit, mos e përbuz fytyrën e Mesisë tënd. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Tek dera e shtëpisate o Zot, shërbëtorët e tu brohorasin me galdim. Antifona e dytë. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Pjesa e dytë e psalmit 132. Zgjedhja e Davidit dhe e Sionit. Zoti ju përbetua Davidit për të vërtetën, as se si s'do ta shkel fjalën e dhënë. Bamin e kraharorit tënd do ta vë mbi fronin tënd. Nëse bitë e tu do ta ruajnë beslidhjen time, dhe dëshmitë mia që do t'ua mësoj, por edhe bitë e tyre përgjithmonë do të rrinë për mbi fronin tënd. Sepse Zoti e zgjodhi Sionin, e pëlqeu për banesë të vetën. Ky do t'jetë vendi i pushtimit tim për jetë, këtu do të banoj sepse vetë e dëshirove. Do t'i bekoj e do t'i ribekoj prodhimet e tij. Skamnoret e tij do t'i ngi me bukë. Priftërinë e tij do t'i vesh me shëlbim. Shenjtërit e tij do të brohorasin me galdim. Atje do të bëj ti ngallit pinjolli i Davidit. Do të përgatis dritëzën për të shuguruarin tim. Armiqtë e tij do t'i vesh me turp, kurse mbi kokën e tij do të shkëlqej kurora e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti e zgjodhi Sionin për banesë të vetën. Antifona e tretë. Të gjithë popuj do të vinë në shtëpinë tënde o Zot, do të adhurojnë emrin tënd të shenjtë. Kënga krahasojmë librin e zbulesës, kapitullin e 11, gjyqi i Zotit. Po të falenderojmë o Zotri, hyj i gjithë pushtetshëm. Ty që je, ty që ishe. Sepse e ushtrove fuqinë tënde të madhe. Dhe e more mbretërimin. Paganët u hidhruan, por arriti zemrimi yt. Erdhi koha të gjykohen të vdekurit.
koha e shpërblimit për shërbëtorët e tu, profetët dhe shenjtërit, dhe për të gjithë ata që e druajnë emrin tënd. për të vegjël e të mëdhenj. Ja tani koha e shëlbimit, e pushtetit dhe mbretërisë së hyjit ton, Dhe sundimit të Krishtit të Tij, sepse u hodh poshtë paditësi i vëllezërve tanë, që ditë e natë i padiste para hyjit ton, por ata e mondën në fuqi të gjakut të qengjit dhe në saje të dëshmisë së vet. nuk e deshën jetën e vet aq sa ta dronin vdekjen. Prandaj galdo o qiell, Galdoni edhe ju, o qiellor të gjithë, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Të gjithë popujt do të vinë në shtëpinë tënde, o Zot, do të adhurojnë emrin tënd të shenjtë. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3. Jeni të gjithë një mendimi të dhimbshëm plot dashuri vllazërore, të mëshirshëm, të përvojt. Mos e ktheni të keqen me të keqe, as fyrjen me fyrje, por përkundrazi bekoni, sepse për këtë edhe u grishët, që të trashëgoni bekimin. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur, Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur, na ngin me mjalë të nxjerr nga shkëmbi, me më të mirin grur. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Ti na ushqen o Zot me më të mirin grur. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Zoti i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Kënga Vizhës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi i duarthat, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit. Lutjet e besimtarve. Për shpirtresht i lutemi Krishtit, bariut dhe ngushëlluesit të popullit të vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Bekuar qofsh o Zot që na bëre pjesëtar të familjes sate. Bëj që gjithmonë të jemi gjymtyr të gjalla të kishës së shejtë. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Kujdesin për të gjitha kishat ja besove papës ton Leonit të 14. Jepi fen e palëkundshme, shpresën e gjallë, dashurinë e përkryer. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Mëkatarve jep ju forcë që të kthehen. Të gjithëve jepu paqe dhe shëlbim. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ti e përjetove mërkimin. Le të bjerë ndërmend për të gjithë ata që jetojnë larg familjes dhe shtëpisë vet. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë të vdekurve që shpresuan në ty. Jepu pushimin e pasosur. O Zot, strehimi ynë, dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi.
Amen. Të lutemi. O Hy i gjithëpushtetshëm dhe i amshuar, prej Teje kemi guxim të të thërrasim atë, përforcoje në ne shpirtin e bijësisë hyjnore, që të meritojmë të hyjmë në trashëgimin e premtuar, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me Ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen.